Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliajt Ajola Xoxa është rishfaqur në publik pas vendimit të gjykatës së posaçme për revokimin e masave të sigurisë ndaj saj. Sipas disa pamjeve të publikuara në media, Xoxa është parë të dielën në ambientet e stadiumit Air Albania, ku ndoqi nga afër ndeshjen e futbollit mes Elbasanit dhe Egnatias. Kjo dalje vjen pak kohë pasi gjykata e posaçme në mars vendosi të pranonte kërkesën e saj për heqjen e masave të sigurisë, duke marrë si bazë argumentin e paraqitur mbi gjendjen e saj shëndetësore. Ajola Xoxa është pjesë e dosjes hetimore të bashkëshortit të saj, ku ndaj saj rëndon një listë gjatë akuzash për disa vepra të rënda penale. SPAK e akuzon atë për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetror ose i të zgjedhurve vendor të kryer në bashkëpunim në 9 raste të ndryshme. Këto akuza lidhen me përfitime të parregullta të marra nga disa shoqëri tregtare. Përveç akuzave për korrupsion, ndaj Xoxës është ngritur edhe akuza e pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale e kryer në bashkëpunim më shumë se një herë, kundër të tjera dyshohet se ka vepruar në dobi të personit juridik të OJF-s Harabel. Po ashtu, akuzohet 2 herë për refuzim për deklarim mos deklarim fsheje ose deklarim të rrem të pasurive dhe interesave privat, si dhe për fshehje të të ardhurave në bashkëpunim. Ndonse GJKO ka revokuar masat shtrënguese për arsye shëndetësore, Ajola Xoxa mbetet nën hetim të plot zyrtar për të gjitha këto shkelje të rënda.